Programet e kategorisë së parë, destinuara për të gjithë publikun. Duar trokitje tuaja ftojnë të marrin në skenë Euron Fedaj, një zë e një por me prani të fortë në skenë. Euroni vjen nga Orizalia Kumanovës dhe është një talent në rritje që përfiton publikun me originalitetin dhe humorin e tij të veçantë. Ai flet ndryshe sepse vjen nga aty ku zëri shpesh nuk dëgjohet, por sonte do të dëgjohet fort. Tana janë njësë ke, kër i këshirë ke lajmët, e shaj ke ata që jep ke lajmët. Dhe ke këtë shpifje e këto, këtë pagume për opozitës, dhe shau babë, ku kam be por opozita me pagujt lajmët, as një të ndërë se keni lajmë, as për një laqë. E ma vone kam kuptu pëse ato i shau, se e shaj ke kredarën e tina të partisë. Ajë më herë të ke, unë jam me ju, tilë ke të bëjmë para 100 vetëve, unë jam me ju, ajë na dva ka pas audiatet, a na kishme godh 4. Pra në, e kishme një godh 4, mo vetë se s'patranë tokë, pra në asë në drejtë nuk heke. Bash një herë e moj me një rast pat më shku me shpijës, dukon misafir. Edhe normal, baba, para, nona për para, na fëmijët mas. Edhe sa që dishme se s'kam hinë tretën, që shkina me jabo për me shku aty. Fab, babi para, e dhezi kere, para, dytën, sta që dishme se kam e pas problem me shti tretën, fab, nona i që i durtja njësi aminet. O zot, një mona për me hinë tretën, edhe veç ja ka bojnë një herë, baba. Këç, kërë ka bo baba, si shaka hoba qa, baha një frimën me që ja nisi që shkere, këtë u gëzu trafika për fakt Tirani kjerët ministrisë. Me të kata mërzim, si qërë pështu, i shkon një jone, s'na bo një shumë problem. Dhe tani në skenë vjen një prej komedianëve më të mirë shqiptar. Ju lutem mirëpritni, Kushtrim Qerimi, me humor të mbrejtë, stil të guximshëm dhe prani të fuqishme. Kushtrimi nuk është thjesht një artist, ai është zëri i shumë prej nesh, që përmes të qeshurës na kujton të mos harrojmë të mendojmë. Ju ftojmë të përshëndesni me duar trokitje të ngrohta. Avni Shkodra, mjeshtër i të qeshur së mençur, një prej emrave më të dashur të humorit shqiptar. Avni më sjell realitetin e skenë ashtu siç është, të vështirë, por të përballueshëm kur dim të qeshim së bashku. Euron Fedaj, faleminderit që jemi ne. Na trego fillimisht si zbulove talentin tënd në komedi. Në komedi, fakt ja ka nisë qysh prej në fëmini, gjithmonë kur kam pas, kur kena pas, dhe më thonë, jena mbledh familjaresht, kështu. Kam bo diçka si fëmimo që bojnë ketë, edhe kanë kesh gjithë familjartë, edhe për që ja ka nisë pak, ajo komedia pak më hi pak si në zemër, edhe nuk jam nalë deri më sot edhe zbesoj që e kam unë nalë. Ti e nga Orizalia, do më thonë nga Orizalia në stand-up, në skenë, si ndodhi kjo? Ndodhi shumë natyrale, do më thonë, sot që më pengon ajo pjesa që vi për një veni që nuk ka shumë artist, ose në fakt nuk ka heq,
domethënë mund të them me gjithë krenarisë se jam i pari. Po e kam suportin maksimal prej gjithë qytetarëve, domethënë të fshatit Torizare, edhe normal gjithmonë ku shkoja përmeni nuk e kam ndaj farë sikleti ose ndaj sen, po jam krenar që jam për aty vejnë edhe e kam suportin maksimal prej kejve, domethënë banorëve të fshatit Torizare. Edhe që ajo më bën muni shumë krenar edhe shumë jashtëzakonisht mirë. Çfarë lloj humori preferon më shumë? Për preferencat e mia, humori, humori i zi më pëlqen më shumë, po e kemi pak problem këtu që mu shfaqe ai humor, por njerëzit që e bojnë atë humor mua më pëlqejnë shumë, edhe prej atyve në fakt i kam disa pjesë që inspirohen prej atyve, po në fakt kur jam duke performu në komedi, mundona sa më shumë me pas material lokal, si për shembull që në këtë stand-up e kam pas pak që janë njerëz në Kumanov, që rrjedh politika këtu në vendin tonë, më thonë më shumë shkoj për çefi humori lokal. Cilët janë komedianët prej të cilëve ti je frymëzuar? Fillim kur ja kena nis fakt, kur ja kam nis më morë me stand-up, më shumë jam inspiruar prej komedianëve të huaj, domethënë kanë Fluffin, janë disa emra shumë të njohur, Dave Chappelle, etj. Me të kallëzu drejt nuk ka që kam ndjek shumë humor shqiptar, po më shumë domethënë prej skenës botërore që i kam përcjell ata. A përdor shpesh material nga jeta reale për ta kthyer atë në një komedi ose në një stand-up? Po në fakt gjithë kjo që e kena performu sot, më thonë që asnjë shkruaj nuk ka gënjeshtër, nuk ka gjithçka e vërtet, edhe besoj që mas mirë jo çashtu që me përcjell ndaj mesazh, edhe besoj që komedia është më e mirë kur është reale, sepse domethënë gjithë ajo publiku mundet me pas e din ato se është reale edhe mundet me pas një reagim pak më ndryshe se sa kur e vren që është diçka, domethënë nuk është reale, po e vren që është diçka e trilluar, ose ajsa nuk e di. Edhe normal gjithmonë pritet më mirë kur është reale. Si u ndjeve herën e parë kur dole në skenë? Kishe më shumë emocione apo adrenalin? Herën e parë kur kam dalë në stand-up kisha më shumë emocione, sepse ishte një temë shumë goxha rrezik në atë kohë ishte, se nuk e dishte se çka me prit publiku, por fillim kur fillova me disa probleme që i kam pas, e pas se janë të prit shumë mirë edhe më në fund taramo veç karrierë kështu natyrale edhe taramo me një u bëj euforia e madhe aty në publik, e kam pëlqyer këtë edhe mos kam pas asnjë lloj emocione ose stresi. A të ndihmon humori jashtë skenës në jetën reale? Sidomos unë që jo vetëm mua, po gjithë studentëve i ndihmon humori, gjithë triut i ndihmon humori, sepse domethënë kemi gjithmonë stres, jo punë, jo nëse, jo provime, afatet e provime, edhe normal gjithmonë unë dhe shoqënia ja na shkollojmë pak këto probleme me pak humor, sepse nëse e shikojmë në atë pjesën veç stres, veç punë, nuk do të nihesh edhe ti mirë emocionalisht edhe fizikisht, edhe normal që shumicën e kohës e çojna veç me humor që me na ndesh disponibile. Si e priti familja jote këtë përzgjedhje? E përkrahe? Familja më ka përkrahur prej shkollës mesme, si janë kompakt edhe në familje pak fëmijë që e ka marrë këtë një kahje ndryshme që ka marrë familjarë të tjerë. Domethënë gjithë familjarët e mi kanë pasur do kahje normal dhe bazike. Unë e kam pas shkollën mesme me muzikë, jam konë shkollë mesme të muzikës, që edhe qëtash fakultetin për aktrim, edhe gjithë e kanë prit mirë, s'ka që më kanë pengu në esen këtë rrugtimin tem artistik, edhe gjithmonë më kanë suportu prej fillimit, edhe besoj që deri në fund të ta kem suportin në atyve. Ku e sheh veten pas 5 viteve në stand-up? Në fillim nuk u kom bash plani jam për më marrë me stand-up shumë kohë, po nëse vazhdoj më morë, besoj që ka me pas edhe më shumë, normal nëse ka interes për publikun do të jem aktiv normal, ajo diskutohet, por nëse i përgjigj në pyetjes pak ma reale, mas 5 viteve besoj që nuk e di, ndoshta do të jem dikon në skena më të mëdha, besoj, edhe shpresoj që të jem në skena më të mëdha që ta shprehë talentin tim që kam jo veç në Kumanov për shembull ose në qytet, po edhe shtete tjera pse jo.
Cili është mesazhi yt për të rinjët që kanë talent në humor dhe në aktrim, por nuk e kanë guximin të shfaqen në skenë? Aty është problemi më i madh që me dalë në skenë, duhesh me marrë një hap shumë të madh, edhe duhesh me di se çka të pret mas. Po besoj që nëse e ke ëndër, nëse ke talent, pse me mbajtim shef, s'ka asnjë kuptim. Del bëno talent, bëno i punëtor, edhe besoj që kam jetë shumë mirë, edhe besoj që edhe njerëz kanë me prit shumë mirë, se edhe unë kam pas ato dyshimet e mia se çka kanë me mendu njerëz për mua, për stand-up, ose për çka të fol, po e vrej që janë shumë të lumtur që unë e kam marrë këtë guxim dhe mesazhi jem për të rit, edhe jam i ri, se besoj që veç me punu, me nxjerr talentin pa, edhe besoj që kemi korë sukses gjithmonë. Euron, faleminderit shumë, shpresojmë të kesh suksese në të ardhmen dhe të na bësh krenar neve dhe Orizore. Normal, shumë faleminderit edhe te juve. Mund të na tregosh pak se si filloi rrugtimi yt në komedi dhe në skenë? Përshëndetje për juve, për mundësinë të shikues të televizionit juaj, ardashësit, teatr dashësit prej Kumanovës edhe organizatorët prej Pulsit të Demokracisë. Unë kam diplomu në vitin 2003-2004, me stand-up kam fillu me u marrë me kriju prej vitit 2011 dhe nuk jom nalë prej atëhere të kriju pjesë të stand-up komedisë. Vitin e kalum isha në turne edhe në Evropë, në Stockholm, në Köln, në Zyre, me performu para shqiptarëve tonë që jetojnë në diasporë. Edhe Kumanov është hera dytë që po vi, para Kumanovës si vjetë isha në Tetov, me stand-up në 10 orë, ishim në Gilan në festivalin e stand-up komedis, para 10 orë 2024, me stand-up isha në 9 orë në Zyre, edhe në Kumanov perfekt. Edicioni i dytë si vjetë ke, po më duket pak ma mirë se vjetë, për shkak se njerëz nashta na i kanë mësua edhe humorin tonë edhe kem ma të relaksum, kështu që po provojmë së mënal, me kriju shfaqje teatrore, me kriju stand-up, me shkru naj dramë edhe më munu sa ma shumë me reflektu energji pozitive të audienca që fatmirësisht kur s'për na len vetë, ku vetë fundit gjithka po shkojmë, sallën e kena thuj se plot. A ishte në nivel pritshmëria juaj nga publiku i Kumanovës? Po, pa tjetër, bile tutje pritshmërisë për shkak se vitin e kalum ish hera e parë dhe kish ngërqe, kish rezerva, e si vjetë ke pak ma e relaksushme atmosfera, skenografia ke pak ma e mirë, edhe na ja kena marrë që me dhënë dorën kësaj salës, pa qka se sala nuk e ka akustikën perfekte, po jena adaptu edhe definitivisht më me thonë që si vjetë ke atmosfera ma e mirë se në edicionin e parë të ngjarjes së stand-upit në Kumanov, kështu që le të bëjmë stand-up komedi, se njerëz ka nevojë me kesh edhe me marrë një farë mesazhi, kuadër të krejt të asaj komedis, na thojmë diçka kështu, në fund njerëz menojmë, okej, keshë mirë, ama edhe qitësen deshtën me thonë. Ne presim ma shumë projekte prej jush aktorëve të suksesshëm në qytetin e Kumanovës. Faleminderit shumë që ishit prezent. Faleminderit edhe juve, po shpresoj që edhe gjeneratat e reja si Euron Fetaj me u marrë me stand-up komedi, po shpresojmë që edhe Euronin me ftu në Gilan në festivalin e stand-upit, se mu më pëlqej shumë si stand-up komedian, edhe pse ke hera e parë që e pash, edhe e pash prej prapa skenës, ju uroj shumë suksese, edhe pse mos me pas sa më shumë stand-up komedian suksesshëm, se është një ndër zhanret ma të vështira performative, për shkak se vetë duhet me shkru tekstin, vetë duhet me lujt, edhe je vetë në skenë, nëse gabon diçka, për dallim prej shfaqjeve teatrore të ansamblit, përgjithësia shpërndahet në kolektiv, në stand-up nëse gabon të diçka, veç ti e ki përgjithësinë edhe tani zor është me dalë prej asaj gropës në thojza, kështu që edhe Euronit suksese edhe Pulsit Demokracisë, edhe njëherë përshëndetje për ardashësit që sonte na ka nderuar edhe u kënaqëm bashkë me energjinë e tyre reciproke në ngjarjen e stand-upit. Mirë, do të thonë është në sa vitin e kaluar, se kjo era dy që punojmë. Edhe po duket që kadal do të ndërtohet një tradit për me bo stand-up në si ngjarje të cilat është që kjo mos me zonë, mos shumë. A është diçka që është shumë e lehtë, shumë e pranueshme në disa vende ku jena të vonë, në për qytetet shqiptare, për fshi edhe Gilani, ku jena të shumë ti. Në ta shtollë të prova, po duke që ka marrë shumë mirë atje.
edhe në shkollat dhe ka gjitha edhe kisha dashë edhe në pas ma shumë edhe me koma evente ma mëdhaja, me njerëz ma sepse është diçka shumë e ka përditshme, shumë e lehtë për publikun,